Ju njoftojmë se në orët e hershme të mëngjesit, materiali zgjedhor përfshirë dhe fletvotimet është shpërndarë me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga ana e KSZ-s, procesi i votimit për zgjedhjet lokale për kryetarët e komunave dhe për kuvende komunale ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës, me përjashtim të ndonjë vonese në ndonjë vendvotim të caktuar. Sot, procesi i votimit zhvillohet në 948 qendrat e votimit, me gjithsej 2625 vendvotime, prej të cilave 910 janë qendra të rregullta, pra për votimin e rregullt me 2571 vendvotime. Ndërkaq 38 qendra të tjera, nga një për çdo komunë me 54 vendvotime, janë hapur për të mundësuar votimin me kusht. Sipas listës së votuesve, numri i qytetarëve me të drejtë vote për të votuar sot në Republikën e Kosovës është 2.025.105 qytetarë, të cilët janë të shpërndarë në 38 komuna të vendit. Përveç organizimit të votimit në vendvotime të rregullta, KQZ do të organizojë edhe votimin përmes ekipeve mobile lëvizëse për 3.467 votuesit me nevoja të veçanta, të cilët janë regjistruar dhe evidentuar paraprakisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe të zgjedhin kryetarin e komunës së tyre, si dhe përfaqësuesit në kuvendin komunal. Po ashtu, në këto orë të parë të fillimit të procesit të votimit, njoftojmë se përmes platformës elektronike qv.kqz.viz.ks.org, secili votues mund të kontrollojë me lehtësi se ku është qendra votimit, ku është caktuar të votojë. Gjithashtu, njoftojmë se procesi i sotshëm i votimit zhvillohet për të zgjedhur 38 kryetarët e komunave dhe 942 antarët e 38 kuvendeve komunale. Sa për rikujtim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 93 subjekte politike, prej të cilave 32 parti politike, 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur. Numri përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar për zgjedhjet lokale, pra, dhe që përfaqësojnë këto subjekte politike, është 5624 kandidatë, prej të cilëve 205 kandidatë për zgjedhje për kryetarë të komunave dhe 5419 kandidatë për zgjedhjet për kuvendet komunale. Pra, këto janë informacionet e para nga kjo orë e parë e fillimit procesit të votimit. Sigurisht se gjatë ditës do të kemi edhe informacionet të tjera. Në përgjigje të sfidave të cilat janë të paraqitura në zgjedhjet e fundit, të cilat kanë të bëjnë me procesin e transmetimit të rezultateve preliminare, por edhe evidentimit të tyre përmes softverit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë periudhës 4 mujore përgatitore ka trajtuar me seriozitet maksimal këtë çështje dhe janë bërë të gjitha përgatitjet që gjatë ditës së sotme, pra pasi të përfundoj procesi i votimit dhe pasi të bëhet numërimi i fletvotimeve nga zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe pjesës së fletvotimeve për subjekte politike, do të arrijmë të transmetojmë rezultatet preliminare. Sipas ligjit, do thotë numërimi i fletvotimeve të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe të subjekteve politike bëhet në vendvotime pasi të përfundoj procesi i votimit në vendvotim dhe pas kësaj bëhet numërimi i tabulohen këto rezultate, ngarkohen në platformën e KQZ-s dhe brenda një kohe të shkurtër shfaqen në këtë platformë. Besojmë që dhe është punuar jashtëzakonisht shumë që të mos kemi pengesa dhe të arrijmë që brenda një kohë shpejt të shfaqim këto rezultate. Atëherë, nëse nuk ka pyetje, ju njoftoj se konferenca e radhës do të bëhet në orën 11:30 nga ana e KQZ-s. KQZ në këtë konferencë do të njoftoj për pjesëmarrjen e qytetarëve në votime deri në orën 11, si dhe për ecurinë e përgjithshme të procesit të votimit. Gjithashtu, deri në atë kohë do të publikojmë edhe linkun e platformës elektronike ku do të mund të shihni të dhënat për pjesëmarrjen e
votuesve në vendvotime.